programit qeverisës. Në thuajse 2 orë i veshur sportiv e me atletet të bardha, kryeministri Edi Rama prezantoi programin elektoral, duke kërkuar mandatin e 4 qeverisës. Në sallën e rrethuar me tabelat për çdo fush, bëri krahasimin mes periudhës së 12 viteve më parë e tani. Për të futur në Bashkimin Evropian. Sfidën për antarësimin në Bashkimin Evropian e konsideron thelbësore. Që të hyjmë në Bashkimin Evropian, sepse yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Pavarësinë e drejtësisë e cilëson si dallim me opozitën. Dhe sot ne jemi garantët e vetëm të kësaj historie të re. Sa i përket pagës minimale dhe asaj mesatare, Rama bëri publik projektin e tij. Ndërsa në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1.200 euro. Paga minimale do të jetë 500 euro. Premtimin për 300.000 vende të reja pune e quajtje të plotësuar. Sot, numri të punësuarve në regjistrin e vitit 2024 është 1.327.000. Sa i përket njohjes së pensioneve në vendet e BE, shtoi se me antarësimin në Union çështja është e zgjidhur, ndërsa premtoi rritje të përfitimit në Shqipëri. Ishte vetëm 86 euro. Pensioni minimal. Ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Sistemi tatimor do të ndryshojë me ato që e cilësoi paketa fiskale e negociuar. Për një periudhë 3 vjeçare, ku 15% i tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Ndërsa për çdo fitim shtesë që biznesi do të deklarojë mbi atë normë, do të tatohet vetëm 5%. Në sistemin arsimor, shtoi se paga mesatare e mësuesit do të shkojë në 1.200 euro, por në 4 vite tha se do të vendoset ushqimi për nxënësit në shkolla dhe transporti falas. Do të nisë programin e ushqimit në shkolla, një program i ri pas shkollor. Programi after school, siguria në shkolla do të garantohet me kamera inteligjente. Do të ngrihet shoqëria publike e transportit shkollor, e cila do të kryejë transportin falas të nxënësve nga shtëpia në shkollë dhe anasjelltas. Arsimi profesional tha se do të jetë prioritet. 35% e numrit të përgjithshëm të nxënësve të studiojnë në shkolla profesionale. Do të kenë një trajtim të posaçëm. Porti i ri tregtar për Ramon do të zhvillojë ekonominë. Vetëm një mendje komplet e mbyllur, për të mos thënë e trash. Një mendje që jeton në një qytetërim tjetër dhe ashtu jeton. Mund të thotë që një port tregtar duhet rrinë mes qytetit. Në energji synon rritje të prodhimit të mjaftueshëm për konsum në vend dhe për eksport. Në energji nuk do kemi më nevojë të importojmë energji nga askush. Këneta shtoi vetëm këtë. Në turizëm parashikoi rritje dyfishore. Mund të shkojmë në 20 milion pa asnjë frikë. Duhet të fokusohemi shumë më tepër tek turizmi elitar dhe ekologjik. Për ushtrinë Rama theksoi rritjen e pagave, por edhe anije ushtarake. Paga mesatare e ushtrisë shqiptare e forcave tona të armatosura të jetë në mesataren e ushtrive të NATO-s. Së shpejti edhe me një anije luftarake të madhe përveç anijeve luftarake më të vogla që kemi. Shkollën e aviacionit do ta rilindim. 2 avion zjarfikës në dispozicion. Rama shtoi se në 12 vite u realizuan projektet për furnizimin në ujë të familjeve, u arrit që mbi 300.000 sipërfaqe tokë të jenë të vaditura. Projektet tha ai do të vijojnë edhe me diasporën për ngritjen e qendrave kulturore në shtete të tjera. Forca.